Një ditë përpara se gjykata administrative të marrë në shqyrtim lishmërinë apo jo të emërimit të prokurorit Olsdado në sistemin e drejtësisë, avokati Plarent Ndreca pretendon se ka përpjekje për të minuar procesin. Në një konferencë për mediat kushtuar pikërisht kësaj çështjeje, Ndreca mbron pikpamjen se kjo përforcohet edhe më nga qëndrimi që përfaqësuesja e qeverisë së prokurorëve ka zgjedhur të mbajë. Publikisht janë artikuluar dhe pretendime për ndikim të palishëm dhe tentativa korruptimi me qëllim që kjo çështje të mos arrijë kurrë shqyrtim në themel. Në vend që të kërkohet shqyrtimi në themel i çështjes, edhe zbardhja e vërtetës juridike mbi vlefshmërinë e dekretit presidencial, përfaqësuesja e KLP-s është paraqitur në gjykim me të njëjtën strategji procedurale si vetë subjekti që është objekt i kontrollit përmes goditjes së legitimitetit të paditësit. Ndreca ju përgjigje dhe pretendimit se vendimarrja e presidentit të kohës Bamir Topi ka patur karakter formal dhe jo analitik. Sipas avokatit, ka qenë në dorën e tij firmosja e dekretit që i dha dritën jeshile emërimit të Olsdados. Nëse nuk do kishte dalë dekreti i presidentit Republikës së Shqipërisë, prokurori nuk ka atribute për të ushtruar funksione penale. Nuk do kishte marrë fuqi juridike asnjë funksion i prokurorit përkatës. Dekreti ka prodhuar pasoja juridike. Dhe kjo është arsye pse ne godasim pikërisht për dekretin. Mbrojtësi ligjor i Veliajt kërkoi edhe një herë transparencë të plotë të seancës gjyqësore që zhvillohet në datën 8 maj në orën 14. Ndërkaq, pas shortimit të trupës së re gjyqësore, tokat e zeza kanë vendosur datën 26 maj për seancën e parë gjyqësore në gjykatën e posaçme. Shkak që dosja të nënshtroi edhe një herë shortit elektronik, shërbeu kërkesa për gjykim të shkurtuar nga një pjesë e të pandehurve.